Atributi i klasës në HTML përdoret për të specifikuar një klasë për një element HTML. Element të shumtë HTML mund të ndajnë të njëjtën klasë. Për të krijuar një klasë, shkruani një pikë e ndjekur nga një emër klase. Pastaj, përcaktoni vetit CSS brenda klapave të mëdha. Atributi i klasës përdoret shpesh për të treguar një emër klase në një fletë stili. Mund të përdoret gjithashtu nga JavaScript për të aksesuar dhe manipuluar elementet me emrin specifik të klasës. Në këtë shembull kemi 3 element div me një atribut klase me vlerën qyteti. Të 3 elementet div do të stilohen në mënyrë të barabartë sipas përkufizimit të stilit qyteti në seksionin head. Në shembullin e tanishëm kemi 2 element span me një atribut klase me vlerën teksti. Të 2 elementet span do të stilohen në mënyrë të barabartë sipas përkufizimit të stilit tekstit në seksionin e headit. Këshill, atributi i klasës mund të përdoret në çdo element HTML. Shënim, emri i klasës është i ndjeshëm ndaj shkronjave të mëdha dhe të vogla. Elemente të ndryshme HTML mund të tregojnë për të njëjtin emër klase.
Në shembullin e mëposhtëm, si hër dy ashtu edhe po tregojnë për klasën qyteti dhe do të ndajnë të njëjtin stil.